Allahu Jalla Jalaluhu vazhdon me ajetin numër 19, thotit: "Tha wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna." Tha ja Adam, ti edhe gruaja jote banoni në xhennet. Tha ti edhe gruaja jote, nuk tha gruaja jote edhe ti. Pse po hani çka, po çka ka dallim? E ndëgjojnë ato që folin na për biseda dhe na për trijeza dhe në televizor, zonja dhe zotrinj. Jo, zotrinj dhe zonja. Pa i nënçmu zonjat fare. Po këto kur janë modernizuar më tepër se sa duhet me qenë njëri modern, zonja dhe zotrinj. Zotrinj dhe zonja. Allahu Jalla Jalaluhu than Kur'an: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Burrat janë më të fortë se gratë. Gratë duhet të jenë në nënsjetullat e burrave. Hija më mirë që rrin gratë në hije, është burri i asaj. Zonja dhe zotrinj. A thirrjet për ushtar kuja, zonjave a zotrinjve? Për me dalë në front me mbrojt kufinin a zonjat a zotrinjt? Me thi gur me qiski a zonjat a zotrinjt? Të madeni me nxirr 750 metre qimir a gjeneruar gebit a zonjat a zotrinjt? Aeroplanat me vozit edhe me bombardu pilota bombardimi me 95 presje 5% a zonjat e zotrinjt? Imam xhamis me afal xhumon a zotriu a zonja? E zonin me thera a zonja a zotriu? Zotriu. E zonja kumet pra? Atje ke ka vendin të edukimi i fëmijëve, të rritja e fëmijëve, të pastrimi i shtëpisë, të motra medicinale, të pritja e fëmijët lindi kur të linde, atje të shkolla ku është për atë, të punët që ka i meriton edhe i takojnë asaj, i dajtën drejtat me gratë. Edhe thanë se gruas ju dhanë të drejtat, kështu thanë, e qunë me shkrin hekër. Dimi i gratë në dzeti ku është për me bom e barabart e qunë me shkrin hekër. Jo, ajo s'ash me shkrin hekër, ajo është me shkrin të linë. Me shkrin të linë për mi fërtere, me ta pregadit drejken. Ajo, kur si dush drejtat mi pas barabarta me te, kur shkrin shti hekër, ajo të linin duhet me shkrin me ta pregadit gjellën, i ka drejtat me tijet barabarta. Të linin. Ti edhe ata të rindrek, mës dite, ajo zonja në islam, ve një drandafil në vesh 15 kg. Zgudzon kur kush me preka ti as erë me mor. Përveç se një njeri. Përveç se një njeri. Ka janë zonja në islam. Ama zotrit kush janë? Zotrit janë që u dheshin administratën. Zotrit janë që u dheshin ushtrien edhe policien. Zotrit janë që u dheshin fabrikat edhe organizatat. Ato punojnë punë të rana, shkrinë edhe marojnë armatur, ato ndërtojnë binajat 100 katë në këtë bot, edhe rrinë mas topit. Rrinë mas topit edhe vozitin tankën, vozitin aeroplanin, edhe nënshkrujnë me dorën e gjatë. Këto janë zotrit. Allahu Jalla Jalaluhu tha, ja Adam, o ti burr, uskun anta, rrinë xhennet, banon xhenneti, edhe gruaja jote. Jo gruaja jote edhe ti tha, ti zonjo, hec përpara, ti Benazir Buto, hec përpara, tonë vën Ali Buto mas tije. Jo nuk tha i kështu. Tha jo tha, mas pari Ali Buta e pastaj Benazir Buto. Jo kështu. Nëherë mas pari Arbakani du të me hitën e tanë suqileri ma vonë. Pak ma vonë e ka. Ma vonë e ka kohën. Kështu shkojnë punët, zotrit në fillim. Burë dhe gruja janë si që të digishta. Cëli api këtive athu, cëli duhet me qenë burri, cëli gruja. Qaj manal qka është burri, aj ma poshta gruja. Këto me bo me indrishu del shumëtimi madhë, për atë shka gruja, kur e qeli gojen me fol para burrit, bëhat një shumëtim shumë i madhë me zhlis. Sa doja aj me fol rriti se zdi, e ajo po di. Ajo po di shumë ajo. Ajo a mirë me dit, po edhe kur din, kur rinë në hijen e burrit, e ban edhe ma mirë anën edukative, si kur shka ka para pa islami. Tha ja Adam, ti edhe gruaja jote banon në xhennet.